Përshëndetje të nderuara miq, që do të flasim për situatën politike në Kosovë, pas ditën e sotme ka qenë një tërmet politik, ndoshta e papritur për shumë kënd, por e pritur për ata brenda partisë, pasi membri Krasniqi vendosi që të japë dorëheqjen nga drejtimi i PDK-s pas më shumë se 4 vitesh, duke çuar këtë forcë politike në zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të zhvillohen pas pak ditësh. Por çfarë do ndodh tani me PDK-n se erdhi kjo dorëheqje, edhe ndoshta mundet që vitin tjetër të kemi ndryshime edhe më të mëdha, nisura që mund ndodh në Hag, do të flasim me Zojen Afrodita Maliqi. Maliqi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe juve. Zoja Maliqi, e prisnit një dorëheqje të membrit Krasniqit, çfarë do të thotë kjo për skenën politike tashmë në Kosovë, kur priten zgjedhjet e jashtëzakonshme në fund të dhjetorit? Faktikisht që është një akt i madh moral dhe demokratik i një politikani në Kosovë që tek e funit na nuk njohim diçka të tillë. Membri Krasniqi ka marrë këtë vendim sigurisht pas zgjedhjeve të fundit lokale, pavarësisht se duhemi me thënë që membri Krasniqi kur e ka marrë udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës, ka marrë në një moment jashtëzakonisht të vështirë për vetë Partinë Demokratike të Kosovës, sepse mos të harrojmë në atë kohë Partia Demokratike kishte mbet pa lider për shkak se Kadri Veseli si kryetar i PDK-s në atë kohë kishte dhënë dorëheqje dhe ishte shkuar vullnetarisht në Hag, po ashtu edhe presidenti i Thaçi, pra kishte marrë detyrën e kryetarit të PDK-s në një kohë kur PDK-ja ishte udhëhequr nga dy njerëzit më të fuqishëm të vendit dhe dy njerëzit më me ndikim dhe më me autoritet në Kosovë, dhe nuk ka qenë lehtë të merret udhëheqja një partie pasi që partia kishte moralisht kur dy udhëheqjet nuk i kishte më aty. Mirë po, membri Krasniqi e ka udhëheq Partinë Demokratike, ka fituar, është ngritë në zgjedhje, mos harrojmë se ka fituar në zgjedhjet lokale të para 4 viteve. Doli i pari në ato, edhe në këto zgjedhje lokale, pavarësisht se në votën popullore, me votë popullore ka dalë si i pari, megjithatë PDK-ja ka humbë 2 komuna, kështu që të pas parasysh se rezultati nuk ka qenë i kënaqshëm sigurisht për PDK-n, ai ka vendosur që përgjegjësinë ta marrë me veti edhe mbi vete edhe të japë dorëheqje. Kjo po e përsërisht është akt shumë i lartë moral. Membri Krasniqi njihet si një politikan shumë i formuar, shumë i moderuar, është rrit në Partinë Demokratike të Kosovës dikon prej vitit 2002-2003 në PDK, pra në një moshë shumë të re. Po, në një moshë shumë të re ka qenë kryetari i Rinisë Demokratike, domethënë është rrit, ka pas pozicione në PDK dhe një mjaft mirë Partinë Demokratike, edhe tërheqja e tij nga kryetari po ka qenë një bomë edhe për antarësinë edhe për të gjithë neve, nuk ka qenë e pritshme, por sidoqoftë membri Krasniqi mbetet në PDK, ai e tha edhe gjatë konferencës për media që unë do jem në PDK, po i lëshoj rrugë të tjerëve dhe një kryetari të ri që i cili do të jetë edhe kandidat për kryeministër. E largoni mendoj që mund ndikoj më shumë ajo edhe Adrovcit apo fakti që votoi Dimal Bashën? Apo nuk ka ndikuar asnjëra? Dëgja, kur pika të bohen, domethënë ndoshta Dimal Bashës më pak, sepse Dimal Bashës u arsyetu në kuptimin që e hapi rrugën e konstituimit të qeverisë së Kosovës. Kjo nuk mendoj që është ndonjë arsyetim. Ndoshta ati u kanë bërë më shumë, ndoshta është lodh, edhe rasti i Ladrovcit, rasti i Drenasit, kur kishte një mos menaxhim të mirë të PDK-s në Drenas dhe si përpasoj, pavarësisht se edhe Ladrovci i takon Partisë Demokratike dhe antarësia atje i takojnë Partisë Demokratike, por në regjistra në del që PDK nuk e ka fitu, sepse atë që ishte propozuar nga kryesia PDK-s nuk arriti të fitoj dhe konsideron si humbje, sepse ishte bërë një garë mjaft e ashpër në Drenas mes Ladrovcit edhe mes PDK-s. Ka shumë arsye, membri Krasniqi sonte do dalë, do i sqaroj, ndoshta më detaje se kështu e tha, ishte në një televizion kombëtar këtu dhe do na jap edhe pse e kanë çuar deri te ky vendim që të jap dorëheqje. Iku një kryetar që se mori përgjegjësinë asnjëherë për të kandiduar për kryeministër. Pse?
Unë menoj që edhe kjo që membri nuk kandidoi për kryeministër, i ja dha shansën një kandidati tjetër të konkurroj për ministër për shkak se profili i tij ishte më i përshtatshëm ndoshta, edhe kjo ka qenë një akt i larë. Nuk të ndodh që në Kosovë dikush që është kryetar i partisë t'ja jap mundësinë dikujt tjetër të konkuroj për kryeministër, ndoshta edhe kjo sepse ai të gjoj zonën e elektoratit. Kosova ka lënë të natë kohë dhe po ka lënë probleme të mëdha ekonomike të brendshme. Bedri Hamza konsiderohej si një ministër ose si një njeri që i njeh mirë problemet ekonomike, edhe konsiderohej si i përshtatshëm për të qenë kryeministër i jashtëm i Kosovës, edhe membri Krasniqi ja dha mundësinë dhe edhe kjo është një akt për të përshëndetur atë që ka bërë membri Krasniqi, sepse tek e funit pavarësisht kërkesës ose mundësisë, membri Krasniqi ka thënë atë ka mund të thotë unë jam kryeministër, unë jam kryetar partie dhe unë do jem kryeministër, po jo, nuk e bani këto. Pra janë dy akte të membrit Krasniqit për të cilat membri do të mbahet mend se një politikan i kalibrit të lartë dhe për të cilat ai e anashkaloi veten për hir të partisë dhe për hir të vendit. Duke qëndruar deri tek ajo që jemi aktualisht, që membri tha që zoti Krasniqi do ta mbështesë Bedri Hamzën. Mendoni që figura e tij do ta çojë larg PTK-n më shumë se ku ka arritur deri tani, apo është provizore, ndoshta duke shpresuar që mund kemi një rilindje të dytë me atë që mund ndodh në Hag dhe rikthimin e Thaçit? Procesi i gjykatës në Hag është drejt përfundimit dhe tash atje janë po dëshmojnë dëshmitarët e mbrojtjes dhe shumë shpejt do të përfundojnë dëshmitarët, pastaj janë fjalët e prokurorisë, gjykatës, mbrojtjes dhe pritet ikon në fund të shkurtit ose në fillim të marsit të merr fund. Sido që të jetë, pavarësisht ne të gjithë presim që ata të shpallën pa fajshëm, sepse është një gjyq i padrejtë dhe një gjykatë pa drejt, edhe si u ngrit dhe mënyrën si ka shku deri më tani, njerëzit janë marrë në paraburgim që 5 vjet pa pas një dënim, pa pas një akt vedim, pra janë shkel mjaftueshëm të drejtat e njeriut atje. Por edhe nëse lirohen ata, ne nuk e dim ata do i futen politike sa nuk do i futen politikës, por sidoqoftë e rëndësishme është që ata të lirohen dhe pak ka rëndësi pastaj ai futen politikës, a do merren me politika, do pushojnë një herë apo çfarë do bëjmë. Sidoqoftë PDK e rëndësishme është tash ta zgjedh një kryetar i cili do të përbashkojë këto krahet që tashmë publike janë të thyme, në mënyrë që askujt nuk i konvenon që dikush t'iq nga partia. Pra roli i kryetarit të arshëm të PDK-s do të jetë rol unifikues dhe rol përbashkues. Edhe të gjithë ata që kanë pas më dyshje ose dilema ose hatërmbetje brenda partisë dhe brenda sjelljeve të filan personit ose ish personit, me prurjen e një kryetari të ri, mendoj që nëse dojnë ata partinë, do të bëhen bashkë dhe të ecën përpara. Ndryshe nëse merren me probleme të veta PDK-ja, por edhe parti tjera që deri dje kanë qenë opozit, e kanë problem përmes tutje dhe për me heq Albin Kurtin nga pushteti. Duke parë pak me gjërë edhe për ta mbyllur, mendoni që shembullin e tij është momenti që ta ndjekin edhe liderët e tjerë të partive në Kosovë, edhe pas rezultatit të fundit? Unë e thash që membri Krasniqi e dha një model shumë të mirë për të gjithë skenën politike në Kosovë, por edhe më gjerë që si një politikan kur mendon që nuk i ka përmbush, nuk janë përmbush premtimet për të cilat ata i ka dhënë në fushat, jep del para publikut, jep dorëheqje ball hapur, unë jap dorëheqje, ky jam, do vazhdoj aktivitetin brenda Partisë Demokratike, por mendoj që nuk jam i denjë për mu dheq PDK-n. Pra, është një akt i lartë që do të merret shembull nga të gjithë ata kur partia e tyre pëson humbje ose nuk arrin aty ku i kanë synu premtimet. Zoja Maliqi, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve, ditë ose natë mbar. Natën e mirë, të falenderoj shumë. Natën e mirë.